Ne I kemi shfrytzuar listat e mbyllura për të hapur partitë dhe ta imponojmë duke I dhënë mundësi të rinjve, duke dhënë mundësi të rejave, që përndryshe nuk do hynin dot. Tirana do të jetë arena kryesore për plasjes elektorale jo vetëm mes pozitës dhe opozitës, por dhe brenda vetë partive. Kjo zonë prodhon 37 deputet, një më shumë se në vitin 2021, por gara është më ashpër për shkak të sistemit zgjedhor me listat e hapura. Secila parti ka renditur 12 kandidatë të sigurt dhe 37 të tjerë në garë, ku çdo vot më shumë mund të jetë vendimtare për të siguruar një vend në parlament. Në zgjedhjet e fundit, Partia Socialiste mori 18 mandate, Partia Demokratike 15 mandate, LSI 2 dhe PSD 1 mandat. Me hyrjen në garë të partive të reja si Lëvizja Bashk, Shqipëria B dhe Mundësia, konkurenca është akoma më e fortë. Partia Socialiste mund të fitojë 5 deri në 7 mandate nga listat e hapura, po për to do të luftojë ministra si Ervin Hoxha, Blendi Gonxha dhe Anila Denaj, si dhe figura të njohura si Pandeli Majko, Fatmi Xhafaj dhe Erjon Braçe. Konkurenca shtohet nga kandidat lokal dhe mbështetje të fortë si Orlando Rakipi apo Xhemal Çefalia. Në opozit, gara është po aq e ashpër me 4 deri në 6 mandate. Ilir Meta dhe Shpëtimi Drizi kanë futur emrat të tyre në listë, duke reduktuar shanset për të tjerë. Kandidatë të njohur si Ilir Ali Mehmeti, Jorida Tabaku, Dhurata Çupi duhet të përballen me emra të fortë brenda grupit të Sali Berishës. Pra ky sistem zgjedhor pritet të sjellë një betejë të ashpër kur përplasjen brenda partive mund të jenë më të egra se ato mes tyre. Në fund, të gjitha palët do të dalin të lodhura nga një garë ku vendet janë të kufizuara, por ambicjet shumë më të vëdha.